Përshëndetje për kryetarin e komunës edhe për shfrytëzoj rastin që nëpërmes kësaj foltore më ia uru ditëlindjen sot. Sa nxeftuar nga kuvendari më i vjetër i Asamblesë Aziz Hodaj me pikën për zgjedhjen e kryesuesit të Asamblesë, ku prezantuan të gjithë kuvendarët. Në hapje të kësaj mbledhje, Aziz Hodaj uroi fillimisht të pranishmit dhe njëherët i uroi kryetarit Totaj ditëlindjen. Arber Krasniqi, zyrtar ligjor, paraqiti mënyrën e zgjedhjes së kryesuesit. Në përputhje me dispozitat ligjore, Kuvendi i Komunës duhet që 30 ditë pas konstituimit të kuvendit të zgjedhë kryesuesin nga radhët e anëtarëve të tij. Nëse brenda këtij afati, kuvendi nuk e zgjedh kryesuesin, atëherë kuvendi konsiderohet jo funksional. Procedura për zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit fillon me propozimin e kandidatëve për kryesues. Çdo subjekt politik, nismë qytetarash apo kandidat i pavarur që është i përfaqësuar në kuvendin e komunës, ka të drejtë të propozojë një kandidat për kryesues të kuvendit. Pasi të përfundoj procedura e propozimeve të kandidatëve, kuvendi me shumicë thjesht formon një komision për mbarvajtjen e procesit të votimit në përbërje prej 3 deri në 5 anëtar të kuvendit. Me këtë rast u prezantuan anëtarët për kryesues, ku PDK-ja propozoi Simir Krasniqin. Lëvizja vetëvendosje nuk kishte propozime e po kështu as subjektet të tjera nuk patën kandidat. U formua dhe një komision prej 5 kuvendarëve për përcjelljen e votimit të kryesuesit. Pas numërimit të votave dhe verifikimit nga ana komisionit, zgjidhet Simir Krasniqi, kryesuesi i kuvendit komunal të Prizrenit, me 29 vota për, 11 kundër dhe 1 abstenim, i cili pasaj falenderoi të gjithë kuvendarët për besimin e dhënë. Ju falenderoj që më dhat besimin që të jem udhëheqës dhe zotohem se do të jem bashkëpunues me të gjithë pa dallim partie. Do të bashkëpunoj me të gjitha komunitetet që kjo të bëhet konform rregullave. Kurse detyrën e nënkryetarit nga komuniteti turk u zgjodh Furkan Bytyq. Nga 41 anëtar të kuvendit, të cilët votuan, 29 anëtar të kuvendit kanë votuar për Simir Krasniqin, kryesues të kuvendit, 11 kanë votuar kundër, kurse 1 është abstenim. Urime, shëndet dhe suksese kryesuesi i ri i kuvendit komunal në komunën e Prizrenit, zotik Simir Krasniqi. Për të gjitha subjektet politike të komunës së Prizrenit, do të jem bashkëpunues me të gjithë, pa dallim partie. Të gjitha ata kërkesa të qytetarëve pra do t'i përcjellim bashkarisht gjatë këtij mandati 4 vjeçar. Do të bashkëpunoj me të gjitha komitetet, Komitetin për Politikë dhe Financa, Komitetin për Komunitete, Komitetet obligative, që ky kuvend të jetë sa më produktiv dhe sa më frytdhënës, që të gjitha punët, të gjitha vendimet dhe rregullorët të jenë në nivel me ligjin për vetëqeverisje lokale, rregullorin e kuvendit dhe statutin e kuvendit. Dhe për fund, ju faleminderit pra të gjitha subjekteve politike në kuvendin komunal të Prizrenit. Ju faleminderit gjithë. Duke u mbështetur në dispozitat e ligjit për vetëqeverisje lokale të kuvendit të komunës, ku së paku 10% e qytetarëve i takojnë komunitetit jo shumicë pra, posti i zëves kryesuesit i takon asaj partije, sipas KQZ-s, e cila ka marrë numrin më të madh të votave. Dhe në këtë rast, pra ftojmë zotin Furkan Bytyq që të merr pozitën e zëves kryesuesit të kuvendit komunal. Urime. Ju uroj festat e fundvitit dhe vitin e ri të gjithë juve që jeni këtu në sallë dhe të gjithë qytetarëve të komunës së Prizrenit dhe uroj që viti 2026 të jetë i shëndetshëm, të sjellë mbarësi dhe gjithë të mirat për ju dhe gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit. Dhe këtë seancë e llogarisim të mbyllur, pra vazhdojmë me seanca tjera. Ju faleminderit.